Prej disa ditësh në rrjetet sociale, ka nisur të qarkulloj thashe themi se Ledion Liço dhe Sara Hoxha mund të jenë ndarë. Arsyeja që ka ndezur dyshimet e publikut lidhet me faktin se çifti nuk është parë bashk në një event shumë të rëndësishëm, ku tradicionalisht shfaqeshin gjithmonë pranë njëri tjetrit. Mungesa e tyre si çift në këtë dalje publike ka krijuar një valë të madhe spekulimesh, duke shtyrë ndjekësit të mendojnë se diçka nuk shkon në marrëdhënien e tyre. Për më tepër, vëmendja është shtuar edhe nga postimet e fundit të Saras në Instagram. Në disa prej tyre, Sara ka ndarë momente nga puna, udhëtimet dhe aktivitetet e saj të përditshme, por pa përmendur asnjëherë Ledionin. Për një çift kaq të njohur, që shpesh ndajnë urime dhe momente në rrjet, kjo heshtje ka qenë e pazakontë dhe ka shtuar dyshime tek publiku. Për shumë njerëz, mungesa e referencave për partnerin konsiderohet si një sinjal i parë i distancimit. Ndërkohë, fansat e tyre kanë vërshuar me komente, disa të shqetësuar e të tjerë kureshtar, duke kërkuar sqarime ose duke dhënë interpretime të ndryshme. Disa mendojnë se ndoshta çifti po kalon një periudhë të ngarkuar pune dhe për këtë arsye nuk kanë pasur mundësi të shfaqen publikisht bashk. Të tjerë besojnë se heshtja e tyre është e qëllimshme, si një mënyrë për të ruajtur privatësinë në kohë tensioni. Megjithatë, as Ledioni dhe as Sara nuk kanë bërë ende ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këto zëra. Mungesa e një reagimi publik i ka lënë ndjekësit edhe më shumë në dyshim, pasi zakonisht çifti nuk ka pasur problem të reagojnë ndaj thashethemeve që kanë qarkulluar ndër vite. Kjo heshtje e tyre, për disa, është një sinjal i qartë se diçka mund të ketë ndryshuar në raportin e tyre. Deri në një njoftim zyrtar, gjithçka mbetet thjesht supozim, por një gjë është e sigurt, fakti që dy figura kaq të njohura nuk janë parë bashk në një event të rëndësishëm dhe që Sara po shmang përmendjen e Ledionit në rrjetet sociale, ka ngjallur një interes të madh publik. Të gjithë po presin të shohin nëse bëhet fjalë vetëm për një periudhë të ngarkuar, ose nëse pas kësaj heshtjeje fshihet një ndarje vërtet.